Data është 12 gusht. Ora është 11 e natës dhe parku ende ka fëmijë, gumzhin nga fëmijët. Jemi në mes të Athinës. Ju siguroj që ky është vetëm një park i vogël në lagje, të tillë ka ndoshta në distancë 2-3 km. Shife se çfarë ndodh. Përse nuk kanë në Tiranë, në kryeqytet, parqe të tilla. Parqe ku fëmijët e kenë të gjitha hapësirat e mundshme për të luajtur. Shikoni. Këtu. Atje më tej është fusha e futbollit. Basketbol dhe gjithçka dëshiron. Ndërsa këtu janë të gjitha llojet e lodrave. Një gjë e tillë fatkeqësisht mungon në Tiranë, mungon në qytetet e Shqipërisë. Në Tiranë fëmijët përveç parkut të liçenit nuk është se kanë shumë alternativa për të luajtur. Kjo është total okay sepse normalisht ka nevojën e tyre, është i rrethuar për të krijuar sigurinë. I gjithë parku i rrethuar në të gjitha dimensionet. Shikoni. Çfarë është më shumë prioritet se e ardhmja, siguria e fëmijëve? Fatkeqësisht një park i tillë apo parqe të tilla numër shumës nuk funksionojnë. Tu ka dhe një zip line. Kjo është forma.